Sidoqoftë miq të dashur, është koha që të bisedojmë, është koha që të kemi mysafir në studio, është koha që të flasim mbi tema interesante. Zakonisht ne mundohemi që t'ju sjellim shëndetësinë, artin, sportin dhe kulturën e në përgjithësi mbi gjithçka që flasim këtu. Sot kemi një rast më special ku do të flasim me Nora Volinën, një studente e cila nga Amerika ka ardhur për të studiuar këtu dhe shkollën e mesme e ka kryer në Amerikë. Do bëjmë një dallim rreth studimeve rreth të rinjve këtu dhe në Amerikë. E juaj Angele që qëndroni me ne për të zbuluar se çfarë do flasim. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Përshëndetje. Faleminderit shumë që më keni ftuar në emisionin. Është kënaqësi e veçantë me të cilën do të diskutojmë, do të debatojmë, do të bisedojmë mbi gjithçka që ke kaluar gjatë kësaj periudhe. Ta them drejtën, ishte një eksperiencë shumë e mirë. Më mësova shumë sende të reja për kultura të reja, për njerëz të ri. Unë njoftova me shumë njerëz që me të vërtet kanë dituri të madhe për çdo send që bëhet ndaj me ne në botë. Kështu që ishte mirë. Okej, na trego pak se çka ke mësuar në shkollë të mesme në Amerikë dhe çka po studion këtu? Në shkollë të mesme, do më thënë atje është sistemi shumë ndryshe, kështu nxënësit vetë i zgjedhin lëndët që ato dojnë të mësojnë, si për fillim kemi vetëm 8 lëndë, nuk kemi 12, 14 se kemi jo këtu, kemi ose 6 ose 8 lëndë. Unë ato të gjithë 8 lëndat i mora për shkenca kombëtarike, për programim, për matematikë, klasat i kisha për atë, se isha ma shumë e interesuar në programim. Kështu që tash ato sendet që i mësova në shkollën e mesme, tash i aplikoj këtu në fakultet, që jam në shkenca kombëtarike. Dhe si mund ta bësh dallimin mes Amerikës dhe Shkupit, si po kalon këtu, me qenë se një kohë gjatë ke qëndruar atje dhe tash me njeri e kthyer këtu, e di që është gjithçka ndryshe këtu në krahasim me atje, dhe mund ta bësh një krahasim lidhje me këtë? Është shumë ndryshe. Atje isha shumë ma lidhur me aktivitete, më shumë dilja jashtë, kishim shkolla ofronte shumë klube të ndryshme, domethënë. Atje isha ma shumë e hapur se këtu, edhe se këtu tash nuk kemi si tem, nuk është shumë... Shkollat janë shumë të ndryshe, tash edhin atje isha në shkollë, edhe shkollë fillosh klasën 7-8, edhe shkollën e mesme, atje në Barova, edhe tash kur vi këtu është, do më thënë, fakulteti është ndryshe, do duhet të jetë ndryshe, po këtu edhe njerëzit janë pak, ma të mbyllur. Ashtu. Është atje, do më thënë, si bënim klasat, prej në mëngjes deri në 2 ora kishim mësim, dhe mësimi ishte shumë ndryshe. Do më thënë atje në mësim nuk kishte shans të ulesh. Do më thënë profesori nuk fol edhe ti të ulesh. Puna që fëmit neve kretë ishim në këmbë, kretë njëri tjetërit ja shpjegoshim, ja tregoshim mësimin si është, ja indihmonim njëri tjetërit. Edhe këtu tash nuk e di në shkollën e mesme, nuk kam shkuar këtu, nuk e di tamam si është, po si ndigjoj është ma shumë të ulesh edhe ta ndigjosh profesoren. Po me studimet si shkon? Shumë mirë, është mirë. Në fillim unë shkryta në anglisht ta kem mësimin, se unë mësova atjen. Edhe, po nuk u bë grupi, nuk kishte nxënës sa duhet. Edhe tash e kam në Shqip. Është pak rënd, ti se ti marrësh në Shqip, se nuk jam mësuese, kam marrë për shprehin, po ta them drejtën shumë mirë shkon. Do të thënë, më mirë se sa kam menduar që do shkon. Dhe i ambientuar me shokët, me grupin? Këtë pyetje e marrë shumë prej njerëzve. Ta them të drejtën ende jo. U bë gati 2 vjet u bë që jam kthy, po ende nuk jam ambientuar, ashtu si nuk e kam marrë ende shprehin të ri këtu, të jetoj këtu, se ende jam në kontakt me shoqërinë që kam qenë në Amerikë. Ende, do në çdo ditë me ato jam. Në Skype më pyesin si është dita, pyetjet e njëjta më pyesin, a do të kthehesh, a ke bërë shoqëni të madhe. Në fakultetin tash që jam, kam bë grupin tim, do thënë, shoqënin që me ato jam çdo ditë dhe e di që me ato do jem në kontakt. Me të cilat mund të kuptohesh më mirë, besoj që. Po me ato shumë, se janë, do më thënë, edhe ato janë pak si unë, edhe ato janë... Natyrën e njëjtë, bisedat e njëjta, do të thotë humorin e njëjtë, keni dhe gjithçka bashkë mund të bëni më mirë. Po, ajo. Para 4 viteve ti ke shku në Amerikë, apo jo? Po, 12-13 vjetë.
Në rregull. Herën e parë kur ti shkove në Amerikë, do të thotë shoqëri ndryshe nga ajo që e ke pasur këtu. Gjuha sigurisht që ka qenë e panjohur për ty, me qenë se gjuhën angleze sigurisht që nuk e ke ditur perfekt. Po, atë sa e kam ditur. Po, normal ke ditur disa nga fjalët, disa nga shkronja, disa nga numrat, por jo të flasësh rrjedhshëm, do të bisedosh, të hysh në komunikim me ato. Sa ka qenë e vështirë kjo për ty? Ka qenë shumë e vështirë, se atëherë isha klasa e 7. Kur shkova atje isha klasa e 7 dhe më shkova ditën e parë atje në shkollë, edhe shoh çdo send është ndryshe, klasat janë ndryshe atje, domethënë nuk ulesh në bank me njëri tjetër, po ulesh vetë. Nuk kur hyn në klasë, kret profesorët buzëqeshe, në dinë e marrin ditën me shumë energji. Edhe ditën e parë hyna në klasë edhe i shoh krejt njerëz nxënësin, edhe krejt mbetën kështu më shohin se e diktun që nuk jam amerikane, e diktun që nuk jam prej aty. Edhe krejt kështu rrinë, edhe erdhën, fillon të më folin, të pyesin prej ku jam, akcentin e kisha shumë atë trash atër, normal. Po më shtin shumë shpejt më shtin të shoqëria e atyne, edhe ishte vështirë, derisa e mora vetën, derisa u ambientova, po të them drejtën, nuk e kam pas asnjëherë rënd, se prindërit i kam njerëz që shumë dojnë të shëtisin, shumë dojnë të shkojnë prej vend, edin, edhe kështu isha mësue, kisha marrë rendin se si duhet të bëj shoqëri të re, si duhet të ambientoj me mësimet me njerëzit, kështu që e kisha. Sigurisht që kur ke hyrë në klasë ditën e parë, ke mundur të kuptosh se nuk je vetëm ti e para që do të thotë nuk i takon atij grupi, ose e ke ndje vetëm të diskriminuar, thuash, o zot, kush janë këta njerëz dhe çka kërkojnë këto, hajde po të shkojnë në shtëpi ose diçka ndryshe kështu? Po, ditën e parë nuk doja të bëj asnjë punë në klasë. Domethënë, mësimin e parë që e kisha ishte World History, domethënë historia e botës. Mësimin e parë që e morëm ishte duhet ta mësoj mapën e Amerikës, ku janë vendet, domethënë ti mësojsh. Unë nuk doja ta bëj atë. Edhe profesoresha, mësuesja e pa që nuk dua. Më pyeti pse nuk do ta bësh? Thash po unë nuk jam prej këtu, pse ta mësoj unë? Jam e Amerikës. Edhe ashtu filloi. Din po kishte shumë fëmijë të tjerë, kishte se neve në atje shkum se babi kishte kontratë me NATO-n. Edhe kur shkova ndi u njoftova edhe me fëmijë tjerë që vinë prej shteteve tjera me NATO, edhe ma shumë me ato mbeta. Unë kretë të Evropës, neve kretë bashkë ishim. Kështu që nuk unë ndjeva si kur jam jashtë, po unë ndjeva si kur jam me njerëzit e mi. Ashtu shumë bukur. Si do qoftë, çka e dallon arsimin këtu dhe atje? Do të mund të bësh një krahasim me qenë se ke qëndruar atje? Po, atje, si për fillim, si thash më herët, atje klasat vetë zgjedh ti. Se prej në fillim të shkollës, ato të japin ty një listë. Edhe të lista i ke kretë klasat që i ofron shkolla. Tash ato të thënë ti duhet të kesh 2 shkenca, 2 matematika, edhe ti e zgjedh 2 shkenca, mundesh të marrësh ose biologji ose diçka tjetër. Edhe vetë i zgjedh ti klasat, ato ti që e don, ato ti që don ti mësojsh. Edhe e bën vetë orarin tënd. Edhe sipas orarit, ashtu i ke edhe ato njerëzit që do i kesh në klasë. Se me njerëzit që i njofton klasën e 7, nuk i ke klasën e 8, nuk i ke vitin e parë, nuk i ke vitin e 2. Kështu që ti shkon bas asaj që ti don të mësojsh. Edhe atje mësime ndajnë në nivele. Të më thënë është niveli fillestar edhe niveli ma i avancuar. Ta shumë një mora këtë klasat të avancuara. Që të me thënë, ato mësime që i mësojmë në nivelin avancuar janë mësimet e njëta që i mësojnë në shkollën e mesme. Do thënë, kur isha klasa 7-8, mirja mësime për vitin e parë 2. Mandi kur isha viti i parë 2, mora mësime të fakultetit. Kështu që unë kur e mbarova klasën e 8, mo kisha 6 kredi, se për ta kaluar gjithë vitin duhet të kesh 24 kredi. Ose une që mora në nivele më avancuara, kisha 32 kredi. Sigurisht që kjo për ty ka qenë shumë e vështirë, me qenë se ti e dashur që të mësosh më tepër se të tjerët për të arritur atë që ti dëshiron, ose për të arritur atë që gjithë e kanë.
unë duhesh të mësoj 2 herë, 3 herë më shumë, vetëm sa ta arri, ta fol atë që e mësoj. Se duke lexu me vetë vetën, është okej, po ta thuash për para krejt klasës, sa atje dhe mësimet si I kishim, neve vetë e shpjegonim, do të thënë mësimin. Mësusja nuk na shpjegon të ajo, po neve ja tregonshim asaj, do të thënë klasës. Ishte rënd, po edhe prindërit pak më shtynin, e din merë pesa, edhe ajo shumë më ndihmojti. E din se kur e ke prindërit brapa shpina që të ndihmojnë, të shtynë, të t'japin motivim, vetë do të mësojsh më shumë, të arrish më shumë. Edhe kështu që, kam mësuar shumë edhe... Një përshëndetje për prindërit të cilët të kanë motivuar, pa dyshim. E potencoj e parzit se do të të ju vetë e keni ligjeruar do të të mësimin dhe kjo sigurisht që nuk ka qenë hiq e lehtë për ty. A ka pasur raste që në fillimet e para, kur ke marrë të spjegohesh shumë mësimin, sigurisht nuk e ke pasur gjuhën e përsosur dhe të tjerët kanë qesh me ty ose diçka të ngjajshme dhe... Jo, ka qenë shumë interesant, se nuk është mësimi të dalish të thush në dras, po si për shembull ato fëmijët vetë donin ta thojnë. E din profesoresha I lexonte mësimet, edhe unë dua ta bëj këtë mësim, unë dua ta bëj atë mësim. Edhe shkon në shtëpi, e lexon mësim, vetë hulumton, vetë mëson. Edhe bën një PowerPoint, bën një slideshow, del përpara klasës, edhe I tregon aty në ato ti direkton çfarë duhet të shkruajnë, çfarë duhet të thojnë, E menaxhon me një fjalë kohën ose orën e mësimit. Po ti e menaxhon mësimin. Profesoresha do ulet mbrapa, do të shohë, do të korrigjohen nëse duhet, do të tregoj plus informata, çfarë duhet të kesh, po ishte shumë interesant, edhe pse ishte rënd, edhe pse nuk isha mësuar me këtë, ishte shumë interesant. Edhe njerëzit ishin shumë të mirë, kështu nuk talleshin, nuk ashtu, më ndihmonin ta rregulloj si fol, si flas. Një përvojë e mirë nga ana juaj. Po ta them drejtën shumë, kam qenë shumë në fitim. Me ato njerëzit që u lidha në Amerikë, që po na shoqni të madhe, ato më kanë ndihmuar shumë në jetë. Tua që ta bësh një krahasim ose një dallim rreth asaj se sa janë aktiv të rinjët atje dhe sa janë aktiv të rinjët këtu. Po, atje janë shumë aktiv, se atje ka klube të ndryshme. Unë ka çdo lloj klubesh atje. Ka klub, unë që kam qenë njëri prej klubeve ishte klubi spanjol. Shkon atje dhe ato fëmijë që dojnë të mësojnë gjuhën spanishte, shkojmë atje dhe folim spanishte. E mëson gjuhën edhe rrinë, domethënë në shkollë ishim prej 7:15 deri në 2:15 është mësimi. Mbas asaj prej në 3 ora, do kesh pak pushim, prej në 3 deri nga 4 është në njëri klub, mandej prej në 6 deri nga 7 klubi tjetër. Kështu që unë gjithë ditën do isha në shkollë. Edhe nuk bezdisem, se ka shumë aktivitete kishim. Edhe atje, edhe plus edhe kam qenë në 2 klube private për futball. Edhe shkolla ta jeptat mundësi të jesh, se kishim klub për futball amerikan, klub futball tonin, klub basketbolli, volejbolli. Do të thënë çfarë kërkon, ta ofron shkolla vetë, çfarë aktiviteti don, çfarë të duash të mësosh, ajo shkolla ta jep. Edhe nëse nuk e kanë, ti e hap. Edhe ti bësh mandej presidentit, lideri I atij grupi. Po, I potencove se ke pasur shumë aktivitete atje, ndërkohë që tash, përveç studimeve, merresh me ndonjë aktivitet këtu? Jo. Më vjen shumë keq, po jo, atë edhe vete diktova, se atje kur isha kisha shumë motivim, desha të jem jashtë, desha të mësoj, të hapem. A të duket vetë jam në lazy? Shumë, po, shumë. Edhe kur edhe këto edhe vete diktova që mu lishu trupi, mu lishu mendja, nuk desha të dalë, nuk desha të mirem me njerëz. Edhe atë diktova edhe këtu se edhe shoqnin që e kisha, që e kam, nuk janë shumë të interesuar. Se kretë janë, tash është pak ndryshe se në fakultet edhe jam pak më e zënt me fakultetin me mësimet me sendet, po nuk dua, tash nuk e kam atë që të dua të bëj diçka, të dalë, të një sport, nuk dua. Fatkeqësisht, kjo është një mjerim. Po, shumë. Që nëse duhet të ndryshosh edhe ti, ta vazhdosh atë... Atë që e kam pas, po është pak zorë, se ambienti është shumë ndryshe, edhe këtu mentaliteti është shumë ndryshe se atje. Kështu që është pak rëndë derisa të vi aty ku kam qenë, të arrim prapë.
Je viti i dytë në fakultet, sa vite duhet, edhe sa vite ke studimë? Fakultetin e kam 3 vjetë. A dëshiron që të kthesh më pas në Amerikë për të vazhduar dhe për çka më tepër do kishe dashur që të shkosh atje? E kam në plan të kthehem, domethënë e kam në plan ta marrë fakultetin, edhe mandej për masters, të shkoj atje, edhe besoj ta gjej atje një punë edhe të rri, të jetoj atje, se këtu nuk sikur nuk është, edhe kur e shijon pak lezetin e një jetë e mama tëmbël, edhe nuk nuk është, po, nuk është ndryshe, kur kthehesh këtu, edhe kjo vendi njëjtë, unë 4 vjet i ka u ktheva, nisoj veti vendin, nuk u ndryshu shumë, nuk u ndro sistemi, nuk jam ndryshu njerëzit shumë. Kështu që dua të kthehem, dua prap të jem aktiv, dua të filloj prap të programoj, të bëj lojra, se atje kam qenë edhe në shumë gara për lojra, po. Ke marrë ndonjë çmim për çfarë kanë qenë ato gara, na fol pak më tepër rreth kësaj çështje? Po, klasat që i mora, programim, aty mësoshim domethënë Java, si të programosh loja, si ta bësh një program. Edhe në fund të vitit, domethënë gjithë vitin mësojmë si programojmë, bëjmë lojrat vogla për telefon, për kompjuter. Në fund të vitit ka domethënë gara kështu, ku ke 6 muaj ta bësh një lojë. Domethënë për 6 muaj. Edhe në fund të asajt i submit the games, domethënë i transmeton. Po, ja jep lojan që i ke kriju profesoreshës tënde, ajo edhe jonë kështu 5-6 veta, ato kreti shofin lojat, ashtu kështu i vëndojnë online, japin ato nxënësve, nxënësit ti lull loja, ti shofin si janë, edhe mandin nxënësit votojnë me atë. Unë e mora vendin e dytë, vendin e parë e mori një viti 4, një djalë, unë atër isha viti parë, kështu që për vitin e parë si kam qenë, besoj, krenohem, që viti dytë është, do të thëmë, vendi dytë është shumë mirë për mua. Edhe, ashtu. Dëshiron që të kthehesh në Amerikë me qenë se nuk sheh perspektivë për të rinjët këtu. Do të thotë edhe nëse përfundojnë fakultetet, ato do të qëndrojnë në shtëpi, ose nuk do të kenë punë, nuk do të kenë aktivitete. Jo, nuk besoj, nuk e besoj. Do të thënë, përderisa do të arish diçka, do e arish. Nuk ka lidhje nëse jeton Maqedoni, nëse jeton vend tjetër. Përderisa beson në vetveten, përderisa e din që mundesh të arish atë që e don të arish, mendoj që mund, do të thënë do e arish, do e bësh atë, do e realizojsh ëndrrën që e ke. Po unë mësova atje, e bëra shoqërinë, atje më vjen sikur I belong there, atje. Sigurisht je mësuar dhe tash më dëshiron që qëndrosh pikërisht në atë vend, me atë shoqëri. Po, atë vend e kam si shtëpi tash, kur folim për diçka më shumë fol për Amerikën sa për këtu si më shkon jeta. Sigurisht, Nora, unë do të kisha dashur që të bisedojmë edhe më tej dhe sigurisht që kur do të shkosh në Amerikë, të kthehesh përsëri do të jemi në kontakt dhe do t'ju tregojmë përvojën tënde shikuesve më gjërësisht, por sot më duhet që ta përfundojmë emisionin, me qenë se jemi në fund të saj, dhe unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit që erdhe dhe tregove përvojën tënde se si ke kaluar gjatë këtyre viteve atje dhe si të duket këtu vendi. Po, faleminderit shumë edhe një herë që më ftuat në emision. Ishte një eksperiencë e mirë. Faleminderit, kalofshi mirë. Faleminderit edhe ju. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer gjithçka që kemi shfaqur pranë ekraneve televizive deri në këto momente. Jemi në fundjavë dhe shpresoj që e shtuna dhe diela të jetë një vikend i mirë për ju, të menaxhoni ditën mirë dhe të kaloni sa më mirë. Ndërkohë që ne deri në javën e ardhshme do të takohemi përsëri në të njëjtën orë në televizionin Shenja. Deri javën e ardhshme, mirupafshim.